Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya njoftoi se gjatë operacionit të realizuar të martën në 21 provinca të Turqisë, përfshirë Stambollin, Ankaran dhe Yalovën, janë arrestuar 357 persona të dyshuar me lidhje në grupin ekstremist të Shtetit Islam, për lidhje me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Bastisjet vijnë një ditë pas një përplasje të dhunshme në provincën veri perindimore të Yalovës, ku 3 oficer policie dhe 6 militantë të ISIS-it u vrajnë gjatë një sulmi. 8 oficer dhe një roje e sigurie u plagosën gjatë ndërhyrjes policore në një stre të përdorur nga militantët. Autoritetet turke kanë nisur një seri operacionesh javën e kaluar, sipas raportimeve se qeliza e ISIS-it planifikonte sulme gjatë festave të fundvitit. Zyra e kryeprokurorit të Stambollit bëri me dije se disa nga të arrestuarit kishin lidhje direkte me ngjarjen e Yalovës, ndërsa të tjerë dyshohen për organizimin e aktiviteteve të mundshme terroriste. Disa prej të ndaluarve akuzohen gjithashtu për mbledhje parash në maskën e bamirësisë, të cilat u kanalizoheshin në rrjeteve të ISIS-it në Siri dhe mes tyre kishte dhe shtetas të huaj të lidhur me luftëtarët në zonat e konfliktit. Turqia ka një histori të gjatë sulmesh të dhunshme nga ISIS. Në tetor të 2015-s, kamikaz të grupit sulmuan një tubim paqeje jashtë stacionit kryesor hekurudhor të Ankaras, duke vrarë të paktën 102 persona dhe duke plagosur mbi 400 të tjerë. Në 1 janar 2017, një sulm në një klub nate në Stamboll gjatë festës së vitit të ri shkaktoi vdekjen e 39 personave. Operacionet e fundit tregojnë angazhimin e vazhdueshëm të Turqisë për të goditur qelizat e dyshuara të ISIS-it dhe për të parandaluar sulme të reja. Hetuesi shqiptar Eduard Kaloshi është diplomuar këtë javë në Akademinë Kombëtare të FBI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një institucion i njohur botërisht për trajtimin e strukturave të zbatimit të ligjit. Kaloshi ka përfunduar me sukses programin e specializuar duke marrë njohuri dhe aftësi të avancuara në teknikat hetimore dhe inteligjencën operative. Diplomimi i tij është bërë publik nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila theksoi se kjo arritje përbën një shembull të bashkëpunimit të vazhdueshëm mes SBA-s dhe Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas ambasadës, oficerët shqiptar që përfshihen në këtë program elitare janë ndër më të përkushtuarit dhe përvoja e fituar do të aplikohet drejt për drejt në hetimet që zhvillon SPAK. Ekspertiza e Kaloshit pritet të fuqizojë më tej kapacitetet hetimore të institucionit, duke sjellë teknika dhe standarde ndërkombëtare në hetimet e veprave të korrupsionit dhe krimit të organizuar në vend. Ky diplomim shihet si një vlerë e shtuar për SPAK-un dhe një sinjal i qartë për përpjekjet e Shqipërisë për të përmirësuar sistemin e drejtësisë dhe për të ndjekur modelin e institucioneve të avancuara ligjzbatuese në botë.